Të nderuar të pranishëm, e nderuara familje Mahmuti, e nderuara kryetare komunës së Preshevës, zonja Ardita Sinani, i nderuar zëvendës kryetari komunës së Preshevës, zotri Ragmi Mustafa, i nderuar dhe shumë i respektuar kryetari i Bashkisë Islame në Preshevë, Hoxh Mehmet Efendis Sahiti, i nderuar imam i xhamisë së fshatit Rainis, Hoxh Bejtullah Veseli, i nderuar drejtor i qendrës sportive, zotri Besim Nasufi, i nderuar kryetari i shoqatës Rainca, zotri Dashnim Rexhepi, të dashur bashkëdhëtar, sportdashës dhe miq të Raincës. Mirë se keni ardhur në natën finale të torneut të diasporës Radh Mahmuti. Është një kënaqësi dhe një nder i madh që sonte jemi të gjithë së bashku këtu në Raincë, në këtë mbrëmje të veçantë ku bashkohen sporti, tradita, miqësia dhe dashuria për vendlindjen. Sonte nuk jemi mbledhur vetëm për një ndeshje futbolli. Jemi mbledhur për një festë të madhe të bashkimit tonë, për një ngjarje që na ofron edhe më shumë me njëri tjetrin. Ky turne është një urë lidhëse mes vendlindjes dhe diasporës. Është një dëshmi se edhe pse shumë prej nesh jetojnë larg, zemra dhe kujtimi gjithmonë mbeten pranë vendit ku kemi lindur dhe jemi rritur. Të nderuar të pranishëm, para se të vazhdojmë me programin e kësaj nate madhështore, dëshirojmë të ndalemi për një moment dhe t'i shprehim mirënjohjen tonë të gjithë atyre që e bën të mundur këtë ngjarje. Një aktivitet i tillë nuk ndërtohet vetëm me dëshirë, por kërkon përkushtim, punë, sakrificë dhe mbi të gjitha bashkim. Sot, pas shumë ditësh përgatitjesh, jemi këtu së bashku për të shijuar një turne që nuk është vetëm sportiv, por është një festë e madhe e bashkëdhëtarëve tanë, e fshatit tonë dhe e të gjithë atyre që e duan Raincën. Ky sukses i takon çdo personi që dha kohën, mundin dhe mbështetjen e tij, nga ata që punuan në terren, te ata që ndihmuan financiarisht, te secili që dha një fjalë të mirë dhe një përkrahje. Një falënderim i veçantë shkon për sponsorët dhe donatorët tanë. Në një kohë kur secili ka angazhime dhe përgjegjësitë e veta, ata gjetën kohë dhe mundësi për ta mbështetur këtë organizim. Përmes kontributit të tyre, ata dëshmuan se dashuria për vendlindjen nuk matet me fjalë, por me vepra. Sonte, secili sponsor dhe secili donator është pjesë e historisë së këtij turneu. Emrat e tyre do të mbeten të lidhur me një aktivitet që solli gëzim, bashkim dhe krenari për të gjithë ne. Të nderuar të pranishëm, për shkak të numrit të madh të sponsorëve dhe donatorëve, sonte nuk do të jetë e mundur që secili prej tyre të ngjitet në skenë për ta marrë mirënjohjen personalisht. Mirënjohjet janë përgatitur për secilin prej tyre dhe do të shpërndahen në mënyrë të organizuar pas finales ose në një takim të veçantë. Tani, me shumë respekt, do t'i lexojmë emrat e të gjithë sponsorëve dhe donatorëve tanë, duke i falënderuar përzemërsisht për përkrahjen e dhënë. Ju ftojmë t'i përshëndesim të gjithë me një duartërgjitje të madhe. Sponsorët të cilët e kanë bërë të mundur këtë organizim janë Kafeteria Toli, Rainca Transport GmbH, Fejm Veliu, Presheva Group, Xhelal Saliu, Mejdi Murati, Lerim Nuredini, DJ Toni, Kafeteria Elioni, Doni Dekor, Ilir Arifi, Dare Diger Gipser, Lavdi Mahmuti, Betim Aliu, Moller Gipser Adi, General Gepau Servise, Zimi dhe Nurani, Kafeteria Kulla 97, Agroja Hiu, Vlezrit Halimi, Artaria Rubin, AVD Dental Clinic, Shera Beton, Fezullah Arifi, Haxhi Nureddin Zeqiri, Adnan Rexhepi Lesna, Kompania Abo Besik, Ardian Aliu dhe Besiku, GS Garage, Kasriat Aliu, BS me pronar Qabil Jahiu, Fura Albi Raic,
mërgimi, shërbime, pastrimi, autoservis, bashkimi, Zeni Blast, Installniki, Rentekar Saba, Kafeteria Erisi, Zoj Kompani, Vullnet Veseli, Fatmir Veseli, Fuat Nuredini, Egzon Shaqiri, Valora Shiti, Erdoğan Tasuni, Nakis Berber, Jetmir Arifi, Alban Nuredini, Deko Hakimi Bilaq, Metal Alubau, Autoservis Saki, Lavinat Abdulli, Urim Ramadani, Sara Garden, Rain Sabau, Limanikom, Termopress, Së Kostums, Shaban Yahiu, Kafeteria Binaki, Market Binaki, Agensioni Rumesa, Ilir Kamberi, Adnani Raizen, Hakim, Alimi, Libraria Albas, Intercom Keramika, Hail Design Goni, Liari GmbH, Fitim Veliu dhe Besim Veliu, Saliu Kompani, Fatlum Hetemi, Sufa Petrol Raiz, Restorant Sufa Raiz, GH Sanitar Bashkim Aliu, Shemsi Gjelili, Fusha Sportive Riadi, Avnia dhe Riadi, Pelazgo Sinan Sinani, Lundrim Regjepi, Leonora Regjepi, Shabar Regjepi, Iliria Transport, Libraria ABC, Vulkan Regjepi, Hafez Mamuti, Bajrami Boten, Aqib Bajrami, Bunjamin Musliu, Kudret Shaqiri, Rinori Travel, Urim Aliu, nga Bukurosa Fasad Cleaning dhe Zia Sulejmani. Të nderuar miq, faleminderit edhe një herë për secili prej jush. Kjo skenë sot nuk është vetëm skenë mirënjohjeje, por është skenë respekti dhe falënderimi për njerëzit që duan vendingjen dhe kontribuojnë për të. Mirënjohja jonë shkon për secilin që me përkrahjen e tij u bë pjesë e kësaj ngjarje të veçantë. Pas këtij falënderimi të veçantë, vazhdojmë me një pjesë muzikore kushtuar asaj që na bashkon të gjithëve në vendingjen sonë. Ju ftojmë të mirëpresim këngëtarin ton, Fatmir Feyzullahun. Skena për ju i nderuar. Edhe për i përshëndes në emër tim, në emër të kolegëve. Një herë kisha dashur një dorë trokitje për organizator, ose ka mundësi një dorë trokitje për organizator. Ashtu përshëndes kryetarin e drejtësisë Ardita Sinani, bashkëve Zaven Svetari, Ragmi Mustafan, pashtu ju përshëndes edhe gjithë juve, bashkëtar, pashtu ju jurojmë misaadin e vendligje diasporës. Do shkojmë me një dikan një për vendligje, një për gurbet, masa ne do vazhdojmë me atmosferë. E përtoj me mamën gjithë, zdo rrugis të vendit civil, për më sovaj të sisri, e kam qëtili me vërtetili. E përtoj me mamën gjithë, zdo rrugis të vendit civil, për më sovaj të sisri, e kam qëtili me vërtetili. Kam në zemër jos të haroj, o zaman që kam përshiri, një këpën rajit me ti. Tek t'izjo jam, o beja t'i në familjes, me karam të hamil, e së kujtu kur më jet, së të djën Omeja t'i në familjes, me karam të hamil, s'ka kujtu që qenë pramela, e t'u përnuna dhe nga tjera, e toka të majda pramela, a moj e bezeza. S'ka kujtu që qenë pramela, e t'u përnuna dhe nga tjera, e toka të majda pramela, a moj e bezeza.
Faleminderit, jemi i dashur. Të nderuar të pranishëm në këtë natë të veçantë, krahas emocioneve sportive dhe gëzimit që na bashkon të gjithëve, ndalemi për një moment për të kujtuar një emër të veçantë për të gjithë ne. Ky turne Ky turne ban me krenari emrin Berat Mahmuti. Një emër që lidhet me sportin, futbollin, për kushtimin dhe dashurinë për vendlinjen. Përmes këtij aktiviteti ne nuk kujtohojmë vetëm një sportashës, por nderojmë një njeri që la gjunë me punën, angazhimin dhe kontributin e tij. Berati do të mbetet gjithmonë pjesë e kujtimeve tona dhe emri i tij do të vazhdojë të jetojë përmes fushës së sportit, përmes të rinjve dhe përmes çdo aktiviteti që na bashkon njerëzit. Ky turne është një shenjë respekti dhe mirënjohjeje për të, por edhe një mesazh se njerëzit që japin për vendin e tyre nuk harrohen kurrë. Le ta kujtojmë me respekt dhe nderim Beratin, për të na sjellë më afër kujtimin, vlerat dhe rrugtimin e Beratit. Tani kemi kënaqësinë të ftojmë në skenë Rona Iberin, e cila do të mbajë një monolog kushtuar jetës, veprës dhe kujtimit të Beratit. Ku bashkohemi për sport, gëzim dhe krenari, zemrat tona dalin për një moment të një emër që për të gjithë ne ka një kuptim të veçantë. Berat Mahmuti. Ka njerëz që kalojnë në jetën tonë dhe harrohen me kohën, por ka edhe njerëz që lën pas një gjurmë që nuk fshihet kurrë. Berati ishte njëri prej tyre. Ai nuk la pas vetëm kujtime në futboll, por la pas dashuri, respekt dhe njerëz që e kujtojnë me mall e krenari. Ai ishte një njeri që i dha kohën, energjinë dhe zemrën e tij sportit dhe terrenjve. Sot, kur shohim këtë fushë të mbushur me njerëz, kur shohim fëmijë, lojtarë dhe sportdashur të bashkuar, ky është ndoshta kujtimi më i mirë që mund t'ia bëjmë atij, sepse njerëzit nuk jetojnë vetëm për kohën që janë me ne, ata jetojnë për gjurmët që lëm pas. Sot mungon zëri i tij, mungon prania e tij, por ajo që nuk mungon është kujtimi, respekti dhe dashuria që të gjithë kemi për të. Ky turne nuk është vetëm një garë futbolli. Ky turne është një mesazh se një njeri i mirë nuk harrohet kurrë. Është një falënderim për gjithçka që Berati bëri dhe se një premtim se emri i tij do të vazhdojë të përmendet me krenari. Për familjen e tij, ky turne është një përqafim nga të gjithë ne. Është dëshmia se i dashuri juaj nuk është harruar dhe se vepra e tij vazhdon të bashkojë njerëzit. Sonte, çdo tuartrokitje, çdo gol, çdo emocion i kësaj nate i kushtohet atij. Berat Mahmuti. Emri yt do të jetojë përmes kujtimeve tona. I përjetshëm qoftë kujtimi yt. Të nderuar të pranishëm, në vazhdim të programit të kësaj natë të veçantë, kemi kënaqësinë të mirëpresim grupin e vallëtarëve Zëri i Luginës. Me përkushtimin dhe talentin e tyre, ato do të na sjellin bukurinë e vallëve tona tradicionale, duke i dhënë kësaj mbrëmjeje edhe më shumë ngjyra dhe emocione. Ju ftojmë dhe i ngërtisë.
pranishëm, pas kësaj paraqitje të bukur, tani kemi ardhur në një moment të veçantë të programit, por para se t'ja japim fjalën mysafirëve, unë kam një falënderim veçantë për ekipën time, për shokët e mi, të cilët nuk janë dalur për një muaj rresht. Për asnjë minutë nuk më kalon vetëm që ta bëjmë këtë natë sa më madhështore dhe dua t'i falenderoj përzemërsisht Sokolin, Labin, Metorin, Uranin, Rinorin dhe më bani Allah qeftë që mos e harroj Searin, se arku je. Faleminderit shumë. Respekt, Zoti ja pagoj. Më lejoni që fillimisht të ftoj në skenë djalin e Beratit, Mahmutin, që t'ja japim një mirënjohje si shenjë respekti dhe mirënjohje për të. Më i veçantë i programit, ku t'ja japim fjalën mysafirëve tanë të nderuar, për t'ju drejtuar me disa fjalë përshëndetse. Më lejoni që fillimisht të ftoj në skenë kryetaren e komunës së Preshevës, zonja Ardita Sejnoni. Institucional e dashur familje e Beratit. Sot këtu nuk jemi mbledhur vetëm për të ndjekur një finale futbolli, por jemi mbledhur për të nderu kujtimin e një njeriu të respektuar, emrin e të cilit e mban me krenari këtij turneji Berat Mahmuti. Berati ishte një djalë i dashur, i respektuar dhe shembull i vlerave njerëzore. Kujtimi për të vazhdon të jetojë në zemrat e familjes, miqve dhe gjithë qytetarëve të komunës së Preshevës e në veçanti të bashkisë lokale Raincë. Pikërisht përmes këtij turneu, ne dëshmojmë se njerëzit e mirë nuk harrohen kurrë dhe emrat vazhdojnë të bashkojnë të rinj rreth sportit, miqësisë, respektit dhe solidaritetit. Sporti është shumë më tepër se një garë. Ai na mëson të respektojmë njëri tjetrin, të luftojmë me dashmëri dhe të dalim nga fusha si miq pavarësisht rezultatit. Dhe kjo finale sotme është dëshmi se ky turne ka arritur qëllimin e tij, të promovojë talentin, frymën sportive dhe unitetin mes të rinjve tanë. Uroj që ndeshja të zhvillohet në frymë korrekte dhe le të fitojë ekipi më i mirë. Lavdi dhe respekt për kujtimin e të ndjerit Berat Mahmuti, faleminderit për ftesën dhe suksese të dyja skuadrave. Kryetare, e cila na ka nderuar me prezencën e saj, tani ftojmë në skenë për të marrë fjalën zaves kryetari i komunës së Preshevës, zotri Radmej Mustafa. Atëherë është kënaqësi t'jesh Raincë si gjithmonë të presin me dashamirësinë dhe dashurinë më të madhe të moshme. Raincë ati të organizoj ngjarje të tilla, por edhe çfarë do të tjera, por kur nuk janë të ndarë. Dhe këtë fushë po e dëshmoni me këtë manifestim që për disa ditë e lidhni me sport, e lidhët me kulturë, e lidhët me kombëtaren, me ato veshjet bukura të atyre vajzave që lozën para nesh, por mbi gjitha është dhe turneu i sportit që e përmbyllet me një lojë miqësore sonte. Atëherë dua të përmend dhe Beratin, të ndjerin, e kam njohur personalisht. Karakterin që ka pasur Berati mund gjendet vetëm një njeri në Raincë, jo diku tjetër. Gjithmonë ka rezatu miqësi. Para çdo kujt është shprehur me buzëqeshje
Dhe këtë e ka pas një dhunti që i ka dhuru të gjithë bashkëbiseduesve të tij. Dhe në këtë sens, kjo është ajo që përmendjet dhe predikuesit fetar pas vdekjes fillon një etapë, një jetë e përhershme. Dhe jeta përhershme e tij po reflekton edhe sot në këtë përkohshëm që e kemi gjithë bashkë ne. Sepse po kujtohet me nostalgji Berati dhe në këtë fush urojnë që Zoti të ketë shpërblyer me xhenet dhe sigurisht ka merituar. Faleminderit për ftesën që t'jemi sonte pjesë e këtij organizimi të shkëlqyer dhe mund që japë notën maksimale 10. Gëzuar Ainsa! Në vazhdim, ftojmë të marrë fjalën kryetari i Bashkisë Islame në Prishtinë, Hoxh Mehmet Efendi Saidi. Me emrin e Allahut të qetë mëshirshëm të mëshirues, lejoni që t'ju përshëndes në emrin tim personal dhe në emër të institucionit të cilën e drejtoj pra në emër të Këshillit Bashkisë Islame në Prishtinë. Atëherë nderuara familje e Berat Mahmutit, të nderuar përfaqësues institucional, komunës tonë, e nderuar dhe shumë i respektuar imami i xhamisë së fshatit Rainc, të nderuar të gjithë ju pjesëmarrës, kam nderin dhe respektin që sot jam para jush në këtë event, sigurisht përderi sot mendoj pofisë i papar në komunën tonë. Lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu që edhe fundi i këtij organizimi të shkon ashtu qysh ka qenë fillimi edhe deri tash këto momente që është për ne për të përshëndet edhe për të krenu ju si organizator. Ustaroj i përshëndes edhe organizatorët se në vërtet pas kanë ka një punë shumë të madhe. Më lejoni që të them diçka. Islami jo që nuk e përkras sportin. Islami përkundrazi është ajo përveç se që është fe, Islami është edhe sistemi jetës. Andaj kur thojmë sistemi jetës, Islami në vetvetin e tij ngërthen shumë gjana. Islami ngërthen edhe udhëzime për ruajtjen e shëndetit e sigurisht sporti është një rrugë e cila e shpjen njeriu për të arritur shëndetin e tij. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka porositur në hadithin e tij të njohur, atë ka qenë i njohur kalorimi edhe noti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka porositur umetin e tij për deri në kiamet, thotë mësoni fëmijët tuaj kalorimin edhe notin. Sigurisht po them edhe një herë, pasi që është sistemi kompletuar i jetës, Islami edhe këto sende i ka parapar. Andaj të dashur vëllezër, por Islami në vetvetin e tij ngërthen edhe diçka, që mendoj se edhe këto po duhet me thonë, Islami urdhëron që mos i harrojnë njerëzit të kanë të vyshëm. Në këtë rast, njerëzit të cilët kanë kontribuar dhe kontribuojnë për shoqërinë ku jetojnë. Andaj edhe ky rast i sonte, sigurisht është argumenti dhe dëshmia më e fortë se ne dimë të nderojmë njerëzit e kanë edhe pas vdekjes. Në këtë rast, unë kisha veç një apel për fund, përveç këtij turniri, e kemi obligim të qenë si vëllezër, e sidomos që si bashkëshortar e pastaj edhe familja, mos e harroni Beratin, një njeri i vyshëm, në lutjet e juaja kur t'i drejtoni Zotit Gjelle Gjelaluhu në Gjelle Shanu. Pra dhe njëherë, shtu zë rast që falenderoj që na nderua të marrim pjesë në mesin tuaj, vërtet u kënaqëm edhe po kënaqeni që jemi sot mesin ju. Faleminderit edhe një herë, Zoti ju bekoft. Selam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tani radhën e ka imami i xhamisë së fshatit Rainc, Hoxh Bejtullah Efendi Veseli.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithmonë dhe gjithherë falenderojmë Zotin tonë si na bërë të mundur që jemi pjesëtar së kësaj feje të madhe, por edhe që i përkasin kësaj komësie shqiptare. Të nderuar këshilli organizativ, të nderuar mbështetje lokal, të nderuara familje Mahmuti, të nderuar të rinj dhe ju të gjithë, në veçanti edhe diaspora jonë e dashur. Çdo më se në vend të Nikoqirit, edhe unë do të them disa fjalë shkurt. Pejgamberi jonë i dashur alayhi salatu wassalam na ka thirrë që të jemi të kujdesshëm te çështja e rinisë. Thot pejgamberi alayhi salam, shfrytëzoni rini para pleshrisë dhe shfrytëzoni shëndetin para sëmundjes. Çdo më se Berati jonë i dashur, i cili është në ahiret, ka bërë një punë të vyeshme dhe të madhe, saqë me të rinjt është marrë shumë gjëra gjatë dhe është parë dhe gjatë modernimit, sepse të rinjt kanë qenë shumë të angazhuar dhe shumë të dashur me te, shumë të lidhur, për shkak se i ka dhënë shumë sportit në vendin tonë. Prandaj lutim Zotin e Madh që Allahu i Madhëshëm dhe Leshanuhu ta shpërblen Beratin, sepse ai më shumti në këto momente në botën tjetër ka nevojë për dua dhe lutje tona. Allah më shëroj Zoti e fortë inshallah. Zoti apo të mundur inshallah xhenetin, sepse thot pejgamberi alayhis salam një njeri i cili nis një punë të mirë, një besimtar që nis një punë të mirë dhe njerëzit të tjerë e pasojnë atë, padyshim që nuk do t'i mungon shpërbimi atij që e ka nisë një punë të mirë. Prandaj i gjithë ky sport, ky event dhe këto gjëra që janë organizuar sot, padyshim që një pjesë të shpërbimit do ta ketë edhe Berati, i cili do të jetë shumë i nevojshëm për luçet edhe për këto gjëra. Të dashur rini, e dashura dhe shumë respektuar rini, e cila është edhe armëria jonë, padyshim që ashtu siç e doni sportin, është mirë ta duni edhe namazin, edhe të bëni të lidhur me Zotin e gjithësisë, sepse ai na ka bërë të mundur që të jetojmë në këtë nënqiell që është e bukur, në këtë natyrë dhe në këtë mes këto që jemi. Prandaj e porosis rinin e dashur sa më shumë sport, as më larg harameve, pije pijeve narkotike, kumarës edhe gjëra që i çojnë në umner si në këtë botë dhe në botën tjetër. Sa më shumë sport, më shumë të shëndosh dhe ma të përgatitur edhe për të njënë në të se në përjetojnë, por edhe para Zotit të gjithësisë. Edhe njerë, falenderoj shumë për fjallë, për tjetër kohë, një falenderit veçantë këshillit organizativ, në me i krye me Agim Recepin dhe me shokët e tij. Falenderoj shumë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se me fillu me misafirin e radhës, dua t'i falenderoj po i shoh në tribuna dhe që janë misafir sot e me ne, veteranët e klubit më të mirë Këfërajicës, duke mos e ashkanuar asnjë, sepse ka shumë. Një duar trokitje të madhe. Dhe tani, në vazhdim, me shumë respekt, ftojmë në skenë mjekun dhe veteranin e Këfërajicës, Dr. Ilber Veliu. E nderuara kryesi e këshillit organizativ, të nderuar mysafir, bashkëtarës, sportashës, përfaqësues të diasporës dhe futbollist e veteran. Një lavdat e veçantë i shkon këshillit organizativ, të cilët në perfekte kanë organizuar këtë ngjarje sportive dhe më së miri e dëshmon pjesëmarrja e gjithë qytetarëve si dhe e kryesisë të pushtetit lokal. Është vlerë dhe privilegje veçantë që sonte në emër të veteranëve të futbollit fshatit Ranjit, që u drejtohen në këtë tubim solen para finales së turnirit tradicional kushtuar diasporës tonë. Ky turnir nuk është vetëm një garë sportive, është një pjesë të bashkimit, e miqësisë dhe dashurisë për vendlindjen. Çdo herë ai na rikthen së bashku duke u bashkuar
ata që jetojnë këtu me bi dhe bitë e Ranicës që jetojnë e punojnë në Mërgim, por që zemrën e kanë gjithmonë në vendlindje. Diaspora jonë vetet një shtyrë dhe fuqishme e zhvillimit dhe e krenarisë fshatit tonë. Ne veteran të shojmë e krenarisë se si tradita sportive vazhdojnë prez pas prezi, dikur ne vraponi në këtë fushë të sportit me ëndra të mëdha, sot i shojmë të rinj që me të njëjtin pasion, disiplinë dhe respekt vazhdojnë rrugën tonë. Madje sot ata i kanë kushtet edhe më të volitshme dhe mundësit për të realizuar atënda. Falenderojmë nga zemra organizatorët, sponsorët, driftorët, ekipet pjesëmarrëse, tifozët dhe secili që kontribuoi që ky turnir të organizohet me sukses. Një falenderim i veçantë shkon për diasporën tonë, e cila me përkrahjen e saj e bën gjallë këtë traditë dhe forcon lidhjet me vendlindje. Me këtë dëshmojmë se Ranica ka unitet dhe mikpritje. Urimet ekipeve të cilët morin pjesë në finalet të këtij turniri, por edhe gjitha ekipeve pjesëmarrëse që treguan sportivitet, respekt dhe lojë të ndershme. Në sport ka fitues dhe finalist, por fituesi më i madh është vetë miqësia dhe uniteti ynë. Ne të vazhdoj këtë turnir të jetë simboli bashkimit, respektit dhe dashurisë për fshatin e Ranicës, duke mbledhur çdo vit gjithnjë më shumë njerëz dhe sportit dhe derave tonë. Ju falenderoj të gjithë për pranimin tuaj dhe ju uroj shëndet, sukses në varësi. Mirë të takofshim edhe vitin e ardhshëm me këtë entuziazëm, respekt dhe dashuri për fshatin tonë të dashur. Vetëm edhe një fjalë, me që këtë turnir lidhet edhe me emrin e Beratit, falenderoj këshillin organizativ, të cilë kanë qenë edhe nxënësi në aspektin e futbollit të Beratit, vazhdojnë të nderojnë dhe respektojnë, me këtë na bojnë të ndihemi mirë, ne si qytetarë e veçanërisht familja Berat. Falenderit, miru pafshim vitin e ardhshëm. Dhe për fund ftojmë të marrë fjalën kryetari i shoqatës Ranica, zotëri Dashni Recep. Mirëmbrëma për të gjithë. E nderuara kryetare Zoja Ardita Sinani, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe ju qytetarë të dashur, kam nderin të përshëndes në emër të shoqatës Ranica në këtë ditë të rëndësishme. E nderuara familja Mamuti, sot fusha e Ranicës mbushet me jetë, por zemrat tona mbushen me mall për ty, Berat Mamuti. Këtë turnej i diasporës është dëshmia se gjurmat që ke lënë tek klubi futbollistik Ranica dhe të rinia jonë është e pashkryeshme. Këtë turnej mban emrin tënd me krenari dhe respekt të pafund. Të nderuar bashkëtarët e mi të respektuar sportashës, këtë turnir nuk do të ishte i mundur pa organizator, sponsorë të shumë, faleminderit për të kontributin e tyre. Dhe më në fund, agim faleminderit që bëre bashkë Ranicën dhe diasporën për këtë qëllim kaq fisnik. Ju uroj lojë të pastër dhe qoftë më i miri fitues. Me respekt, shoqata Ranica. Kryetar i shoqatës Ranica dhe kusha jem më i miri. Si dhe falenderit të gjithë mysafirëve tonë për pranimin dhe fjalët e bukura dhe mbështetjen që i japin këtij turneu. Falenderit për fjalët dhe përshëndetjet tuaja. Të nderuar të pranishëm,
Atmosferën e kësaj nate do ta vazhdojmë me këngë të tjera nga këngëtari i Fatmir Fezullahu para momentit që të gjithë e presin. Para Yeri